Zoti kryetar, urdhëroni dhe më pas vazhdojmë me Zoti kryetar, kam kërkuar që në fillim të seancës fjalën për dy çështje shumë të rëndësishme. Ministri i Ekonomisë nuk është këtu në fakt, po ministri i Brendshëm është këtu. Minatorët e Spaçit janë duke protestuar jashtë kësaj salle për dy arsye të rëndësishme. E para, për trajtimin çnjerëzor që policia e shtetit i bëri atyre 2 javë më parë dhe unë nuk kam dëgjuar absolutisht asnjë koment nga Ministria e Brendshme. Është e pakonceptueshme që minatorët të merren të rriqen zvarr nga drejtorët e policisë. Dhe e dyta, Ministri i Ekonomisë duhet menjëherë të takohet me përfaqësinë e tyre. E drejta e punës është e drejta e shenjtë në këtë vend. Nuk mundet një kompani private t'i pengoj këto minatorë të organizohen, të kenë kërkesat e tyre, të protestojnë për më shumë të drejta, dhe kjo që po ndodh me këto minatorë është çnjerëzore. Në emër të Partisë Demokratike kam depozituar në sesionin e kaluar, do ta ridepozitoj përsëri statusin e minatorit, që qeveria refuzoi ta marrë parasysh. Është një çështje shumë e rëndësishme sepse ato janë grupi i cili penalizohen më shumë, që punojnë më shumë me kushte më të vështira. Nën toka shqiptare është jashtëzakonisht e pasur dhe ato njerëz që punojnë me nën tokën sot po shfrytëzohen. Kështu që edhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike i kërkoj ministrit Brendshëm që të dalë dhe t'jap llogari për sjelljen çnjerëzore që policia e shtetit është sjell me ato minatorë si halabak rrugësh. I kanë marrë, kanë tërhequr zvarr punonjësit. Dhe ministres e ekonomisë të takojnë një përfaqësi tyre dhe të diskutojnë se cilat janë problemet dhe pse këto punonjës sot po pushohen nga puna. Faleminderit. Zonja Tabaku, ju lutem respektoni procedurën kur e marrin fjalën për procedurë, sepse fjala juaj me gjithë respektin nuk kishte të bënte me pikën e rendit ditës ku jemi tani. Më lejoni të vijoj me hedhjen në votim. Të gjithë që e kanë kërkuar fjalën procedurë do ta marrin. Për cilin votim? Urdhro, zoti Bozdo atëherë, meqense e ka për votimin. Faleminderit. Zoti kryetar, diskutimi i raportit vjetor të Bankës së Shqipërisë është diskutimi në një ndër dokumentet në mos më i rëndësishmi që kuvendi ka përpara për çështje ekonomike, financiare, evidentimin e rrezikeve, afatmesme, afatgjata të ekonomisë shqiptare, reformave që qeveria duhet të ndërmarrë, punës dhe orientimit punës kuvendit dhe komisionit kuvendit në çështje kaq thelbësore. Futja me nxitim në rendin e ditës dhe caktimi me të gjitha gjasat të një debati i cili as ka për të ndodhur, sepse do transferohet në orët e vona të natës, kur publiku nuk na ndjek, kur dhe deputetët nuk arrin do të përgatiten ose do përgatiten me shumë shpejtësi, po jo me seriozitetin që ky raport kërkon, unë nuk mendoj që i bën nder as kuvendit, as Bankës së Shqipërisë dhe as klimës që duam të ndërtojmë këtu. Ky është një raport që kërkon një seancë më vete. Në mos një seancë kohën e dur dhe vëmendjen e dur dhe mundësinë e deputetëve për të përgatitur. Tani, çdo gjë mund ta kalojmë me shpejtësi të jashtëzakonshme, por duhet bëjmë dakord që nuk bëhet fjalë për një institucion i cili është i çfarëdoshëm. Bëhet fjalë për një vendim që në fund ditës ka një konsensus dhe që mund të kalohet edhe me pak deputet në sallë. Ju e pat vetë në seancën e fundit për shkak të ngjeshjes, shumë tema të rëndësishme që i takonin sistemit gjyqësor u diskutuan në orë shumë vona të natës. Nëse është ky qëllimi ta kalojmë pa bërë zhurmë dhe pa seriozitetin e duhur, e kuptoj, por nuk besoj që ka një qëndrim këtu për këtë çështje. Ne kemi pas diskutime shumë të mira në Komisionin e Ekonomisë për raportin e bankës dhe mendoj që duhet një diskutim i vërtet. Propozimi im është, ju lutem, caktoni seancën e tjetër dhe jepni kohën dhe rëndësinë dhe seriozitetin që meriton. Faleminderit. Faleminderit. Tani do kalojmë procesin e votimit, po edhe një herë për sqarim se besoj është më fal. Mund ta mbarojmë fjalin? Në ndihmë edhe të deputetëve që mund të mos kenë ende eksperiencën e dur. Propozime mund të bëni për rendin e ditës, por ju lutem sipas rregullores. Pra ose kryetari i një grupi parlamentar ose 10 deputet. Dhe propozimi bëhet me shkrim. Përndryshe, unë e kam të pamundur ta marrë në konsiderat në kuptimin që ta hedh në votim. Ndërkohë, nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Taulant Balla, kanë ardhur sipas rregullores me shkrim propozimet për ndryshimet e rendit ditës seancës sotme plenare datë 30/10/2025, ku kërkohet projekt vendimi për zgjedhjen e kryetarit të Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe 4 projekt vendimet për zgjedhjen e anëtarit të Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të
zgjedhjeve, projekt vendimi për një shtesë në vendimin numër 74 datë 27/10/2025 për ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore, projekt vendimi për një shtesë në vendimin numër 75 datë 27/10/2025 për ngritjen e Komisionit Posaçëm Parlamentar për reformën administrative territoriale në Republikën e Shqipërisë, raporti mbi veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë për vitin 2024 dhe shtyrjen e projektligjit për aderimin e Republikës së Shqipërisë në memorandumin e mirëkuptimit për kontrollin shtetëror portual në rajonin e Mesdheut, bërë në Maltë me 11 korrik 1997, pra shtyrja e tyre për një seancë tjetër. Edhim në votim propozimin, kush është dakord me propozimin e zotit Balla? Me karton ju lutem, i hapur me karton. Votoni. Kush është kundër? Lutem numëroni votat. Abstenim? Atëherë 73 pro, 25 kundër, abstenim? Nuk ka. Miratohet propozimi i zotit Balla për ndryshimin e rendit ditës, siç e njoftova me lartë. Sepse nuk ishin sipas rregullore. Zoti Kılliçi, ja u kam dhënë fjalën procedurë, ju lutem. Kryetar, po për procedurë dhe për rendin e ditë. Jo se nuk merret kështu vullnetarisht. E keni kërkuar fjalën procedurë, e morët. Tani për çfarë e kërkoni? Po sqaron qëndrimin. Okej, dakord. Fjala për ju për të sqaruar qëndrimin për rendin e ditës. U bë një propozim nga kreu i grupit PS-s. Ti jepnim sqarimin. Pra për atë propozim që u bë dhe t'ju sqaronim para se ta hidhnit në votim. Për atë propozim që u bë, sigurisht për Komisionin Rregullator të KQZ-s ka patur një dakordsi, edhe nuk ka asnjë problem. Për dy komisionet e posaçme ne do të votojmë kundër, votuam kundër dhe jemi kundër që të futen në rendin e ditës, sepse nuk i kemi sot që ne flasim edhe emrat tanë. Nëse doni të kaloni vetëm emrat tuaj, kalojini. Por Partia Demokratike, duke qenë se nuk ka qenë e njoftuar për këtë çështje, për këtë pikë në rendin e ditës ditën e sotme, nuk i ka emrat për t'i depozituar në këtë moment, ndërkohë që shqetësimi i ngritur nga deputeti zoti Bozdo është krejt legjitim. Nuk mundet një çështje kaq e rëndësishme sa ç'është raporti i Bankës së Shqipërisë të kalojë, të futet sot në një rend dite me 20 pika tjera, të bëjë 25 pika dhe të kalojë shpejt e shpejt pa patur rëndësinë që meriton. Kjo ishte çështja që unë doja të sqaroja në raport me propozimin e hedhur nga kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste. Ndërkohë që në momentin që do të futemi në rendin e ditës, do të kërkoja një moment që të ulemi për gjetur një zgjidhje edhe për dy komisionet hetimore, edhe pastaj për të bërë propozimin sipas nenit 31 për ndryshimin e rendit ditës. Mjafton që të çohem unë bashkë me 10 deputetë dhe ta keni kërkesën sipas formës që e kërkon rregulloria në seancë. Por kjo ishte çështja që doja të sqaroja. Faleminderit. Sipas rregullores bëhet një sqarim pro, një sqarim kundër dhe zoti Bozdo bën pikërisht sqarimin kundër. Gjithsesi, është rënë dakord zoti Balla. Për sa i përket komenteve, 2 minutëshit të komenteve për përgjigjet. Është rënë dakord, vijojmë edhe në këto raportime me atë dakordsi që u arrit ndërmjet kryetarëve të grupeve parlamentare në herën e kaluar. Por kur të vi momenti do ta sqarojmë përsëri, siç e bëm praktik në raportimet e seancës fundit. Atëherë në bazë të nenit 48.3, koha prej 90 minutash do të jetë shpërndar nuk e thamë që në vijim të konferencës kryetarëve datës 30/10 ditës së sotme u shqyrtua pra kërkesa e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe grupit parlamentar të Partisë Socialiste në lidhje me përcaktimin e kohës së debatit mbi raportimet e institucioneve të pavarura në seancën plenare të sotme. Konferenca e kryetarëve vendosi që koha e debatit për raportin e veprimtarisë komisionerit në mbikëqyrjen e shërbimit civil, raportin e veprimtarisë Institutit Statistikave, raportin e veprimtarisë Autoritetit të Mediave Autovizive, raportin e veprimtarisë Radio Televizionit Shqiptar të jetë 90 minuta.
Në bazë të nenit 48.3, koha prej 90 minutash do tjetë e shpërndar në mënyrë përpjesëtimore ndërmjet grupeve parlamentare. Minutazhi për diskutimet është si vjon. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste 53 minuta. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike 23 minuta. Grupi parlamentar Aleanca për ndryshim 5 minuta. Grupi parlamentar Partia e Lirisë 5 minuta, deputetët jashtë grupeve parlamentare 8 minuta. Ju njoftoj se me urdhrin nr. 27, datë 28/10/2025, për një ndryshim dhe disa shtesa në urdhrin nr. 11, datë 23/9/2025, për saktimin e përbërës delegacionet përreshme të Kuvendit pranë organizatave ndërkombëtare, kam urdhëruar që në pikën 1 të urdhrit 11, datë 23/9/2025, për saktimin e përbërës delegacionet përreshme të Kuvendit pranë organizatave ndërkombëtare, të bëhet ndryshimi dhe shtesat e mposhme. Zoti Damian Gjiknuri, antar në Asamblen Parlamentare të Atlantikut Veriut, NATO, PA, dhe largimin e tij si antar nga Asamblea Parlamentare e OSBE-s. Kiduina Zaka, antare në Asamblen Parlamentare të OSBE-s, antare zëvendësuese në Asamblen Parlamentare të Atlantikut Veriut dhe largimin e saj nga antare në Asamblen Parlamentare të Atlantikut Veriut. Dhe zoti Fatmir Bediu, antar zëvendësues në Asamblen Parlamentare të OSBE-s. Vijojmë menedin e ditës, raporti i veprimtarisë vjetore të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për vitin 2024. Zoti Muçi ka kërkuar fjalën për replik. Urdhro. Faleminderit. Sa i përket propozimit të zonjës Tabaku për futjen e rendin e ditës të çështjes ka të bëjë me minatorët e Spaçit, unë me habi pozitive konstatoj që në Kuvendin e vitit 2025, Partia Demokratike po përmend fjalën minator dhe sigurisht që mbështes propozimin për shqyrtimin e kësaj çështje. Megjithatë, edhe përderisa u fol këtu për statusin e minatorit, dua të kujtoj që kur ishte 8 vjet në pushtet, nuk e miratoi statusin e minatorit dhe shumë mirë që e propozon për miratim. Shpresoj që të njëjtën gjë të bëj edhe pala e majorancës, të merret me problemet reale të vendit dhe jo t'i përdor minatorët vetëm për retorik. Nga ana tjetër, më bën habi fakti që zonja Tabaku përmendi sot protestën e minatorëve, por vetëm pak metra larg protestës e minatorëve po zhvillohej protesta e pensionistëve për 700.000 pensionistë të cilët janë ende me pensione urije dhe më habit fakti se si deputetë e Partisë Demokratike nuk i vun re protestën e pensionistëve, i cili shqetësim jashtëzakonisht shumë i madh që duhet marrë në konsiderat dhe duhet futur në rendin e ditës. Kështu që uroj që si Partia Demokratike ashtu dhe Partia Socialiste të bien bashkë në konsensus për të shqyrtuar problematikat e këtyre dy grupimeve sociale. Faleminderit. Zonja Tabaku, replik. Shiko, për Redin, Reda dhe Qorrës që nuk shohen, Partia Demokratike ka propozuar statusin e minatorit këtu e 3 vite të shkuara e kam firmosur unë. Për statusin e minatorit kemi diskutuar e debatuar në këtë sallë parlamenti. Dhe një sugjerim me qenë se je deputet i ri, të bësh opozitën e opozitës nuk të shkon. Sot duhet kishe dalë, ti kishe kërku llogari qeverisë. Ti kërkosh llogari qeverisë pse propozimet e Partisë Demokratike për pensionin minimal, për rritjen e pensionit, për status e minatorit nuk po zbatohen. Në qoftë se sot ka grup më të penalizuar se pensionistët dhe miratorët që duhet ishin me mbështetje më të lartë, meqense kemi këtu edhe një parti që e mban veten për të majt, sot parlamenti duhet kishte folur për këto. Zoti Redi Muçi i sugjeroi që të bëj kauzat e veta, të filloj të flasë në parlament, të sjell propozimet e veta, të mos merret me Partinë Demokratike. Partia Demokratike i ka këto çështje të shenjta dhe e ka provuar. 60 amendamente kanë ardhur për rritjen e pensioneve në këtë parlament nga ana jon. 3 amendamente për minatorin dhe për statusin e minatorit. Është turp të merresh këtu me opozitën kur mund t'i kërkosh llogari qeverisë. Përdore parlamentin për njerëzit, mos e përdor parlamentin për të sulmuar ato që flasin për njerëzit. Faleminderit.